votës, siç ishte FBI-ja dhe çështja me Gonigal, siç e din shqiptarët. A e ka të vështirë të komparmentojë një kompani private që në fund fundi interesin e saj janë parat? Dhe kjo është jashtëzakonisht serioze. Edhe prandaj unë më ka ardhur shumë keq që gjatë fushatës nuk kam mundur të prononcohem për votin e diasporës, duke patur frikën e kësaj që ndodhi dhe faktikisht ndodhi, sepse ne pam që kishin 250.000, afërsisht 250.000 kërkesa për regjistrim. 50.000 u refuzuan. Dhe nga kush u refuzuan? U refuzuan nga një komision patronazhimi, që unë e quaj tekstualisht patronazhimi, brenda Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Dhe nëse e keni vëritur, regjistrimi ka qenë jashtëzakonisht skrupuloz. Me identifikim, me adres, me gjithë shka, dhe me thënë, merreshin të dhënat e gjithë personave me hollësi, dhe ata e kanë patur shumë të lehtë, duke patur parasysh listat që kanë dhe mënyrën se si punojnë, shpërndarjen e patronazhistëve, jo vetëm në Shqipëri, por edhe kudo në botë, dalloi menjëherë kush mund të kishte predispozitën për të kësaj po i referohen, ja po. Eksakt, absolutisht po, dhe refuzimi është një njollë e madhe, nuk dihet se pse ata njerëz janë refuzuar. Pastaj kemi në radhën në valën e dytë, nuk kanë marrë zarfat një pjesë shumë e madhe, unë i kam llogaritur rreth 30.000, ndoshta janë më pak më shumë, mund gabohem këtu, nuk kanë ardhur zarfat fare. Pastaj kemi parë atë çfarë ka ndodhur me Greqinë. Me Greqinë ka ndodhur super skandali më i madh, dhe pse pikërisht me Greqinë? Ka ndodhur me Greqinë sepse në Greqi ishte numri më i madh i të regjistruarve për votimin me postë. Dhe duke qenë dhe një vend që është i afër dhe numër shumë i madh i shqiptarëve. Dhe llogaria ka qenë shumë e thjeshtë që të merret një numër jashtëzakonisht i madh votash pro të regjimit në mënyrë që të garantohet jo vetëm 71 mandat, që ai ishte, ata e sigurojnë me manipulimet brenda, por të sigurohet një numër, ai ka synuar për mua që të garantoj 2/3 e mandateve, që të bëjnë ndryshime kushtetuese, që të shpallet mreta para ndora, por çfarë ka vendosur ai që të shpallet. Dhe kjo u pa shumë qartë, një manipulim i jashtëzakonshëm. Pastaj faktorët brenda që ju i dini, jo partitë e vogla që asnjë parti nuk kanë kohë që detesh, nga ata që do merrin nga 70 mandate që për parregullsinë të zgjedhjeve. Kjo e bën shumë të qartë se misioni i tyre nuk ka qenë që të fitojnë, misioni i tyre ka qenë që të dëmtojnë opozitën. Dhe vetë ndodhi kjo që të ndodhi. Doktor Nela, unë kam një pyetje tjetër për ju. Natyrisht që ka pasur një popullata në Shqipëri